Edi Rama që ka rikthy në vendin e krimit pas ka shku në Theth sot. Atje ku para një i viti, besoj e mani me në gjithë, qoj fadromat, shemi dhe dërmoj pronën e banorëve të zonës së Thethit, të cilët po ashtu vet u pati thënë që hajde në investoni këtu, mos e vrisni mendje se nuk ka asi problem e tjerë. Dhe sot para se të flas për këto, përgatiti terrenin rrugës, kur rritet makinë rrugës, fliste me njerëzit drejtet sociale, edhe tregoi një vendosmëri për masakrën e radhës që ka ndërmend të bëjnë, që quhet paketa e maleve. Unë kam folë edhe herë tjera për këtë, kështu që nuk është se do i hym shumë detaje, por për të kuptuar se çka ka ndërmend me bëj me paketën e maleve, kujtoni se si e mbronte Edi Rama ligjin e investimeve strategjike. Do bëjmë këtë, do bëjmë atë, do bëjmë këtë, do bëjmë atë. Mashtrime nga më spektakolaret, edhe në fund fare çfarë bëri? Grabiti të gjithë pronën publike të shqiptarëve dhe u dha oligarkëve vendas, ose po e përdor si mjet për të josh oligarkët e huaj. Siç është rasti i Sazanit. Tani, kishte folë edhe për këtë. Kishte folë edhe për revolucionin e flamingove, gjoja unë kam nxjerrë mësime, jam duke nxjerrë mësime këtej ne, dhe thot, ajo që di unë të them, thot, paketa e maleve është gjëja që i ka munguar njerëzve që kanë të drejtë të gëzojnë pronën e tyre dhe ta kthejnë atë në burim mirëqenie. Kjo do të jetë një nga plaçshkitjet më të mëdha ose gozhda e fundit në arkivolin e shpopullimit të Shqipërisë. Paketa e maleve është gozhda e fundit në arkivolin e shpopullimit të Shqipërisë nga Edi Rama. Dhe nuk ka kuptim më ta përdorim jo po rilindja, jo po kjo ajo, është një person i vetëm, ai ka emrin Edi Rama, që ka një projekt të mirëfillt në kokë, shpopullimin e Shqipërisë dhe grabitjen e pronave të shqiptarëve. E mbaroi me Bregdetin, u afali oligarkëve, u afali njerëzve me të cilët ka ortakëri vet, dhe tani po i turret maleve. Ajo që thot se po do zhvillojmë pronën e mezi po e presin banorët e zonave, është një mashtrim spektakolar. Thethi, ku ka dhënë tjetër, Shebeniku, malet e Korçës, malet e Jugut, ku mund të ketë dhënë ky paket male, Shkodra, do të bëhet një lloj si Green Coast i Zamir Manës në Palas, ku është Green Coast në Palas, nuk e është, po ndërmi, që njerëzit e zakonshëm këtij vendi nuk i afrohen dot më. Nëse deri sot është 3 muaj, 4 muaj e bllokuar, e pa arritshme për një shqiptar të zakonshëm Bregdetin atë pjesë, pra atje mund të futen vetëm njerëz të pasur dhe nuk futen dot njerëzit e zakonshëm ta shijojnë Bregdetin e tyre. Tani e tutje nuk do kenë mundësi të kenë qasje më as në malet e tyre. Malet nuk janë aktualisht pjesa më e madhe e maleve, nuk është pronë e banorëve. Përveç pjesëve që janë më të ulta me fshatrat, pjesa tjetër më lart është tokë shtetërore, kështu që ai mashtron që thotë se banorët po e kërkojnë. Nuk do të ketë më kullota për baktit. Megjithëse ky ka punu me sistem, ka përzon një herë njerëzit baktit edhe tani do e grabis malin, por nuk ka lidhje ajo që po përgatit ky me zhvillimin e fshatit. Nuk ka si fshat në Shqipëri, nuk ka si fshatar në Shqipëri, nuk ka si pronash në malet e Shqipërisë që t'jetë dakord me paketën e maleve që po bën gati, dhe që me siguri ky nuk ndalet edhe do ta çojnë deri në fund, sepse e ka mision grabitjen, plaçshkitjen
derisa këtu të mos ngelet më asnjë njeri, siç e keni pa dhe lajmin sot që doli nga dhënat e Instatit, mbi 22.000 punëtor nga Filipinet, Bangladeshi dhe Egjipti kanë ardhur në Shqipëri. Para ca ditësh e thash unë, duket që hyra në karburant për të furnizuar makinën edhe ishte plot me kinezë, thash unë, pa ata pas kanë qenë në Filipinas. Dhe kështu është paketa e maleve. Megjithatë mua më vjen mirë që ky ngul këmbë, nuk tërhiqet. Paketa e maleve është i çamachtrusi. Shikojeni çfarë mashtrusi që është, çfarë është tipik, sa më të madhe ka sloganin ky, aq më shumë vjet, edhe aq më projekt kriminal djellëzor ka në kokë. Paketa e maleve do të jetë një histori suksesi, e madhe suksesi e Shqipërisë dhe shqiptarëve për të bazë vicrën e vogël këtu, thon ta. Domethënë shikojeni çfarë broçkullash, që kështu që po shkoj për theth, aty ku realiteti i hedh poshtë të gjithë aguridhet, broçkullat që thuhen për mënyrën se si mund të zhvillohet ekonomia. Ktu e ka fjalën për deputetën e vet, për Neo Malsore, e cila do t'ja shohim se sa e ka fuqinë në elektorat edhe ajo tani, a do ngrenë protesta në zonën e thethit për të mbrojtë thethin apo jo, sepse ka ikë si deputete, se ka thënë unë e kam kuptuar që ky ka projekt grabitqare, s'ka lidhje me Shqipërinë. Ky është momenti, si e ka ajo Neo Malsoria emri, se e harrova tani. Ky është momenti që tu dalësh krah banorëve tu, ti organizosh në protesta edhe ta zën me gur këtë pushtet nga grabitja e maleve, e pronave të shqiptarëve. Nëse se bën këtë, atëherë rri dhe vazhdo dëgjo prallat e Edi Ramës. Po shifja sot kishe po një faqe në Facebook, disidentët, asi e ka ajo, se harrova tani, për ta shoh pak. Po, disidentët, një faqe lokale, vlonjate, anonim është duket personi, po 210 hektar, shikoj, nuk ndalet ky. Nuk ndalet, është i papar, domethënë e ka vënë kokë siç do i bën Shqipërisë edhe nuk është i pandashëm. 210 hektar tokë në fushën e aviacionit, pra në Vlorë, bëhet gati për t'ia dhënë strategjikut. Këshilli Bashkiak i Vlorës, pa pyetur, pa u interesu se pse qysh, tek kaloi 200 hektar tokë nga Ministria e Mbrojtjes tek Vlora Invest, me qëllim që toka t'i kalojë më pas privatit. Pra ka një mekanizëm këta që e kalojnë kështu. Nga këto 210 hektar, gati 100 hektar rezultojnë me pronar fisin Sharraj të Vlorës dhe Kokoshaj. Mirë po, bashkia thot se nuk i njeh dokumentat e tyre, nuk ka njeh pronësinë, e kështu që si tokë shtet, bashkia, tokë shtet në thonjza, bashkia ka gati investitori. Burimet thonë se edhe këtë herë i interesuar për 210 hektarshin është Samir Mane, si i thonë ta. Pra ky është modeli i zhvillimit të Edi Ramës, që tani ndodhet këtë pasdite në theth, turp e faqezez për të cilin do banor të thethit që i bashkohet takimeve të këtij, akoma më turp për çdo punonjës administratës Bashkisë Shkodër, pushtetit lokal në tërësi dhe pushtetit qendror në Shkodër, në Malësit Madhe, kudo qoftë që i bashkohet takimeve të Edi Ramës në theth. Çdo njeri atje, qoftë socialist, po i rrok të shqepur shteti, apo për një përfitim nga pushteti, duhet ketë turp që bëhet pjesë e takimeve grabitqare në një vend ku ky ka shku me fadroma për të grabit, ma silli gotuj. Ka shku me fadroma për të grabit pronat e banorëve të thethit. Pra kushdo që bëhet pjesë e këtij. Ndërkohë që mijëra shqiptar kanë 52 ditë që protestojnë, asnjë nuk jeton zvërnec për atyre që del shesh në bulevard Tiranës para kryeministrisë.
por janë duke protestu për të mbrojt pasurinë e shqiptarëve. Edhe ju jeni banor të zonës, prit cop rrok në bashki, që aje Benet Beci, prit cop rrok në për policie, burgje, drejtorira, qatë drejtorira shkan këta ne, shkoni dhe i bëheni dekor një plaçshkitësi, një uzurpatori në theth, që duhet prit si tradhtar, duhet prit si pushtues. Rama në theth duhet prit si pushtues. Jo ashtu siç e prisni ju, duke u zgërllaq atje. Tani po pres se çfarë do bëjnë edhe ai prifti i kishës thethit në fakt, se dhe ai pati reagu atëherë. Por që kjo është Edi Rama në fakt, është një turp. Është një turp i papar. Edhe një gjë tjetër kam, unë shpresoj shumë që ky të mos tërhiqet nga si projekt që ka. Ligjin e investimeve strategjike nuk e ka anullu, pavarësisht se thotë do e anulloj, do e bëj, akoma nuk e ka anullu, inshallah nuk e anullon atë. Inshallah e vazhdon edhe projektin e paketës maleve, sepse në këto kushte që është ky, që është i pa shpresë, me këtë zemërim popullor, ky meriton një ikje nga pushteti fiks si vëllezërit e tij të ngjashëm në përbot, si Miloševići, si Gaddafi, si Saddam Husseini, si Ben Alia, kujdun tjerë me radhë. Nuk meriton Edi Rama të ikë nga pushteti në mënyrë demokratike, as me dorëheqje dhe as me marrëveshje apo ku diun. Duhet ik ashtu. Kështu që ati i shtof zoti Inatin, edhe këtyri që kanë dalë në protest, po ashtu në të njëjtën kohë ju shtoft zoti Inatin. Sot për sot shqiptarët kanë koston më të lartë jetesës në Europë. Kanë pensionin më të ulët në Europë. Ishte edhe një lajm nga këto të statistikave, ishte i kronik, se ku e pash një kronik sot, që qytetarët e Vlorës nuk bëjnë dot pushime. Pensionistët jo, po edhe pjesa më e madhe e qytetarëve të Vlorës, njerëzit që zotrojnë perlën e natyrore, turistike, detare në Republikën tonë, nuk bëjnë dot pushime, sepse pronën u ka grabit Edi Rama me oligarkët e vet, me Zamir Manën, me Çet Kastratin e tjerë me radhë. Kështu që Zoti u dhont inat atij që i ka kurdisë revolucionit, edhe atij tjetrit që i ka përly familjen me mafjen, ja ka arrestu atë kartelit Sinaloa, se pat në duket e ka dënu me burgim të përjetshëm njërin ajo SBA-ja, me burgim përjetshëm dhe pa drejt apelimi, kartelit që ka mik luftar, që është antar i cilit është edhe luftar hysa, që është sanksionu dhe ai nga SBA-ja, miku i Edi Ramës. Shpresojmë ta nxjerr Fevziu në ditë tani se mbaroi kampionati botror, ta nxjerr atë luftar hysën prap, që ta pyes në lidhje me dënimin e përjetshëm. Si ka mundësi nga këto siç bën Fevziu, që ti thotë si ka mundësi është dënuar me burgim të përjetshëm ai shefi jot, edhe nuk i lën të drejtë apelimi, ose nuk i lën drejt lirie me kusht. Sepse një ortak me këta është edhe shërbëtor kamarier i gjithë kryeministrave, është edhe ky. Dhe kjo është Shqipëria të cilën po përgatit Edi Rama. Një vend pa shqiptar, pa memorie historike, pa memorie kulturore, pa pronë, pa pronar, ka bo dhe ligjin e tokave bujqësore që do i grabisë dhe tokat bujqësore, dhe gjitha këto masi largoj njerëzit.
Diaspora duhet i rikthehet edhe një herë sheshit bulevardit dëshmorët e kombit për t'i vënë dërmën e fundit këtij njeriu para se ky të ngul gozhdën e fundit në arkivolin e zhdukjes së Shqipërisë edhe shqiptarëve.